ka vlerëti, fiton qëtash 10 milion, me kod me do. Për më shumë të rinj kosovar, emigrimi në Evropë është një ëndër për një jetë më të mirë. Por për Raman Belushin, rruga në Austri ishte e mbushur me vështirësi dhe sfida. Së bashku me 2 vëllezërit e tij, ai luftoi për të siguruar edhe ushqimin për familje. Duke pas parasysh, para 41 vite ka qenë tjetër situatë, jeta ka qenë e vështirë. Në atë kohë kur kem shku në përndim, jemi shku pa lek, pa pasaporta, pa pas dikon më na prit atje, pa banes, pa kur gjë. Domethënë gjithçka Tu shit në rrugë. Gjithmonë folim për të kaluar më shumë se për Tana herët. kohën e sodit. Tana herët më mend se s'kom pas bukë mongër. Tana herët kur jam problemi mas shumëti, që mërzit nga ka herë, se çdo njeri mërzitet ka herë. E nga edhe i kujtoj qysh jam dalë 16 vjeçar, pa pasosh, pa pore. Granica u kom. Qysh jam i dalë si azilant, qysh jam i shit në rrugë. Na meshin 2 ditë, 3 ditë na meshin, na meshin 1 javë ditë. Edhe realisht të punu tash, se mas po një dalë në kë, e mas 6-7 mujve tani e ki marrë vllahun e madh. Tash për shembull mas 8 mujve që kemi punu na 3, sa kemi mujt të punu atje, edhe ku i kemi blet traktorin e parë babs, ajo ka qenë kënaqësia më e madhe në këtë 2 anë. Dashnia o kone madhe, në brami mi ullë tonë që është të bashkë ata që kemë Mos u përsërit. As kom nostalgji. Imagjino se na vëdash po flasim para kamere. Na ishim për shembull 7.000. Baba, nona, gjysha. Vllavi, babsi kish 5. Realisht, ose pe marrë vi shtëpinë tonë, baba na me vllazën. 7.000 ishin na, nona, baba dhe gjysha, 10 vetë. 10 vetë u prekin një pulë. Kur ai dhe vëllezërit e tij emigruan në Austri, patën vetëm një qëllim. Që ka qenë ndikimi më i madh i prindit. Se prindi më ka vdek, edhe ka vdek me ato fjalë që fëmija mi po shkojnë dëm, po jesin në Austri, edhe ajo na ka met njëve si smuje në kry. Se po hupim, u shku me qatë zhik baba, u shku që na, sidomos ku na ka po shtëpia që kemi blerë në Austri atje, Ka qenë më vështirë për ta. Jo, e mënu se na kur më nuk kthejmë Kosovë. Po. Edhe ajo ka qenë ajo obligimi që i keni atë obligimin se gjithçyshti me në Kosovë që më marru qefin edhe prindve babs për shembull dekë dhe nosë është gjallë që më kthyn në vend tonë, më bë diçka. Çdo herë njëri aty ku ka lind, se thonë guri përshon vend vetën. Po. Sido që është jeta për shembull që unë kam jetën shumë më të mirë 500 herë në Austri. Ati ku jetoj që 40 vite, domethënë atje jem rritur, atje jem zhvillu, por prapë si vend yt ku folet shqip. Po. Tham shqip, merr frym shqip. Na që jemi lind Kosovë, na e nim veten si të qoftë më mirë vend tonë. Po. Çdo herë duhet ta respektosh ato që s'ka. Duhesh mos më harrush që ki qenë edhe ti ai që s'ki pas. Duhesh mos me abuzu dhe me fëndu ato që s'din, që se ka dhënë Zoti atë inteligjencën tonë për shembull ose provën jetë, se tash inteligjenca fitohet, se ti nuk lindi inteligjencë. Po mënyra e jetën, çfarë jetë ki pas, sprovat në jetë dëbojnë që ti më konë ma javë që një njeri që s'ka pas mundësi me pas atë jetë, ose s'ka pas rrjedha, një jetë e kanë qunë tjera rrjedha. Pavarësisht sfidave, suksesi nuk erdhi, por arriti që të filloj diçka krejt të re. Pas disa vitesh jashtë vendit, Belushi vendosi të kthehej në Athene. Me pa kursime dhe një vizion të qartë, ai filloi të investojë në sektor të ndryshëm. Kosova është Dukacën. Është veni që ti kilometrin më të madhe në qaj që din. Çdo njëri mendon që jashtë aty ka por, jo, jashtë duhet më çu 5 mëngjes edhe më kthy 8 mbrëmje. Edhe nuk ka një sekondë më ush me pi cigare, ti më bëj gare, çu bën këtu në Kosovë. Nuk ka atje më të nal polici shqiptar e më tona mujta u lu dhe çabone. Jo, ka tjera rregulla atje.
Atje dush me pagu çdo shkafin me rregull. Banesën që se zëvot qesin rrugë. Nuk i këtu ti baba, më nejtë. Pa mendoni që jashtë Austrisë jeta në Kosovë është pak më e lehtë? Shumë është më e lehtë në Kosovë se sa jashtë. Fillimisht me biznese të vogla, pastaj me projekte më të mëdha, shpejt u bë një emër i njohur në botën e biznesit në Kosovë. Sot, ai është një nga investitorët më të mëdhenj në vend, në ndërtimtari e tregti. Sipas tij, shumë njerëz në Kosovë nuk e shohin mundësinë për të arritur diçka për shkak të pesimizmit që ka. Por historia e tij dëshmon se me këmbgulje dhe punë të palodhur gjithë secili mund t'ia dalë. Nuk ka kur gjon më ardhë për isneltit. Duhet mund më punu shumë ditë natë. Dush më qenë shumë korrekt. Dush më qenë për toke. S'do të më harru kur kush ke qenë. Për më rritë qka njetë. Se shumë njerëz mendojnë që shteti mja dhonë, s'po më nimon shteti, nuk ka bo baba për mu, s'po me vllav, s'po me nëna, s'po me baba. Që është gabim. Çdo njëri duhet më shumë. Ata po presin gjithmonë të gatshme. Pse është gabim që mësohet si fëmijë. Çdo sa më dhon të gatshëm. Belushi beson se të rinjët e Kosovës mund ta kthejnë çdo ëndër në punë dhe sukses.